Po fillojmë në shkallë prej sonte me Arjan Gjezairin, një short video shkurt për Arjan Gjezairin, më shkallë që keni lexuar në faqen tonë të Facebookit. Arjani është duke bërë Master of Arts në University of Vienna, gjithashtu është themeluesi poentës dhe do të flas diçka për sypin, apo? Për më tepër, t'jagë mikrofonin Arjanit edhe... Mirë mbrëma të gjithëve. Për shfrytëzoj rastin e dhunë më dëshiroj mirëseardhje edhe një herë, përkundër që organizatori e bëni, për faktin e vetëm se për mua është hera e parë që po prezantoj në Barkën Prizren, edhe këtë ndjenjë bën aq më dëshpëruese ndoshta fakti që Barkenti është organizuar në qytetin tim, dhe unë është hera e parë që po participoj. Që pak më vjen keq se gjithë ju tjerë mos e një veçantë tjetë edicione para me prezantimin këtu. Shfrytëzoj rastin mi falenderoj organizatorët për ftesën që më kanë bërë, edhe për bashkëpunimin këto ditë që kemi bërë komunikimin ndërmjet vetë. Natyrisht edhe për privilegjin që më kanë dhënë për me participu ose me bërë fjalimin hapës këtij edicionit Barkempit. Tema që kam përzgjedhur me fol ose para se me dalë këtë tema, a mund me pa apo më njëherë sa kemi developer këtu ose programer. Okej. Mashallah se ju vjen sysh. Designer? Një po ka dizajner ku kanë minoritet. Nëse arsyeja pse u pyeta këto është me demek që koncepti open source ose iniciativa open source tash ashtu me gjatë nuk është e panjohur për shumicën për juve. Mirëpo për mbledhja ime që e bë këtu nuk është me qëllim që ju tregoj juve çfarë është open source. Ma shumë në anën tjetër ndoshta si analist aspirues i shkencave shoqërore që po planifikojmë u bën tarmen, me bëni këmbështrim për dy tavorëve të ndryshme, domethënë këmbështrimin e realitetit kundrejt virtualitetit, edhe pse është e arsyeshme me inkuadru në iniciativa të tilla sikur open source. Baba me e kom përfshirë një kod Mark Twainit, që thotë gjitha përgjithësimet janë gabueshme, duke përfshirë edhe këto, kështu që ju kërkoj mirëkuptim nëse në një prej deklarimeve të mia ma vonshme kam qenë përgjithësim, mos ma shihni për të madh, okay, gjithmonë kthehuni te kvota e parë. Okej, kjo është disa prej përmbledhja e përgjithshme e asaj që do të mundohem me prezantue, pa unë anë secilën detajisht, për faktin se do të vazhdoj me elaboru më tutje. Mirëpo, kryesisht është komparacione që thash mes reales edhe asaj virtuales, çfarë është open source në disa pika dhe çka nuk është open source në anën tjetër, për me demistifikue disa pikpamje karshi open source që ekzistojnë, pse duhen me pana joshës, edhe shyrpi edhe highlighti janë dy produkte që zhvillohen brenda mureve të Poenta Labs, një studio web designit që do të bëjë një përshkrim 2 minuta për neve. Okej. E tjetra është që para 10 viteve unë diagnostifikuar me sindromin KNSDMN, që qëndron për kurjanist dimunal, kështu që i kisha lut nëse shihni që po e kaloj limitin për 20-25 minuta që më ka thonë organizatori, ma jepni një time out që në mënyrë që mos marr turp. Okej. Atëherë, unë jam Arjani, më prezantojaj në vitin 2005 ku regjistru në Universitetin Mushtarak Hamza Jashar në Prishtinë, gjenerata e parë. Në 2009 kum diplomue, gjithashtu në njëjtën kohë kum pas fatin me diplomue dhe prej Universitetit UVT në drejtimin e shkenca kompjuterike e inxhinierisë. Ndërkaq pas kësaj kum shërbyer për 3 vite në Forcën e Sigurisë së Kosovës si oficer i KMSOI-s. Atëherë në vitin 2011 kum specializuar në drejtimin e sinjaleve ushtarake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, United States Army Signal School, Fort Gordon, Georgia, edhe par vjet kum regjistruar në Universitetin e Vienës drejtimin master për shkenca shoqërore dhe teknologji. Në Prizren, për shkak që kum pauzuar një semestër për Universitetin e Vienës, se u dash më martuar, natyrisht janë konsekvenca shoqërore. Edhe tash jam në Prizren në studion Poenta Labs. Poenta një historia shkurtër, është themeluar vitin 2008 me iniciativën e përbashkët temën edhe të drejtonit Gjezairit, që është vllai im. Mos ju habite mbiemrat e shumë, nuk është çështje e animit familjar, nuk ka nepotizëm. Vetëm është ka qenë për shkak të kvaliteteve që jemi përfshirë. Edhe drejtoni është dizajneri kryesor i Poentës, por momentalisht është studime jashtë vendit në Universitetin e Medinës. Mirëpo gjithçka prej punëve prej 2008 deri tash i ka përfunduar drejtoni. Bertani ka rolin e web developerit të Poenta, është në vitin e 3 të shkencave kompjuterike në Universitetin e Prizrenit. Nuriu është më marrësuar me blicin e aparatit her pas here, është fotograf gjithashtu edhe front-end developer të Poenta. Valoni është Majriu,
e ka qef shumë shkrimet e Nicholas Sparksit, unë luan rolin e developerit, po ka qef po Nicholas Sparks në tharë, më është tani developer, turn to be writer, edhe ka qef me po një shpisit Nicholas Sparksit, mas pari shpi, mas në e libra nështë. Edhe Bardhi o një djalin shumë talenteve, prej modestizëm që ka përfshi titullën e dizajnerit, që ke i vetëm që e shvejtorën si dizajner këtu. Në fakt është dizajneri i beauty pointës, mirë po gjithashtu po luan rolin e front-end developerit, e ka një burmashinë, nuk e di ndryshe shqipën, është magjike burmashina, gjithçka që ti thotë ajo realizon. Një njerë ka bërë një inkubator me botë pulës në zësh me shndruar. Po e kanë nxjerr 4 ditë më herët ka dalë gjysmë njeri gjysmë zokaj. Okej. Atëherë, për më ju fut temës, dhe me thënë, arsyeja pse e këmë zgjedhë për të mësova më herët është fakti që po më interesojnë shkencat shoqërore dhe me këshyr realitetin që po preokupohemi na shumë ditëve tona. Ideja është me inkurajue gjeneratat e reja që mu inkorporu më shumë në aktivitetet cilat janë prosperitare dhe na çojnë ka një ardhmë më e ndritur, edhe për avantazhe tjera që open source-in faktikisht i them ka shi realitetit. Më falni, realiteti për një moment sa këtu mundën me qenë disa raste hidrus, ndoshta për shkak paragjykimeve që ekzistojnë, apo? Domethënë paragjykimet në suaza të ndryshme, jo dukja fizike, jo origjina, vetëm brenda territorit të Kosovës për 11.000 afër 11.000 kilometrash ka paragjykime, jo të je i Llapit, të je i Gjakovës, apo? E ku janë domethënë në nivel global që gjithmonë paragjykohemi ka shi tjetër. Ndërkaq virtualiteti është avantazhi më i madh që nuk e kemi, për shkak që nuk paragjykohen për kërkuj përposa asaj që mundën më na e plasue truni jonë. Edhe shkaktar kryesor për zgjedhjen e kësaj teme për mua ka qenë të këshyr diskutimet me mbes kolegëve ose të ndëgjue fjalët e trimëve, secili ka një ideal që me mrit diçka në jetën e vet apo me ndërtuar një karrierë të suksesshme, që pika kryesore është me arrit sukses, apo. Domethënë tash definicioni i suksesit mund të variojë varësisht prej rrethonave, ama në interpretimin aktual sukses është nëse e ke një vend politik, domethënë një post politik, ke një kravat, jemi në një institucion shtetëror ose çfarë do qoftë edukativ. Kjo është njëri prej taboreve që mendoj që shumica prej trimëve kohën aktuale ku po jetojmë në Kosovë, e kanë këtë pikësinim, domethënë po e kultivojnë vetveten. Ndërka zhanri i dytë për më arrit deri te suksesi, mendoj që është muzika, apo nëse everything else fails, qyre muzikën, se nëse mundesh me bëhet orë ke bëhet krejt. Domethënë ti bëhesh fytyrë publike, bëhesh një para VIP në big quotes, edhe bësh parë, se ideja e interpretimit gjeneral të suksesit është që ke bëhet parë e i suksesshëm. Mirë po suksesi të marrë të pare, mundën me qenë interpretim ose arritje në mënyra jo etike dhe jo të moralshme, kështu që ideja hapësirë për mu interpretuar definicioni real i suksesit. Edhe e treta, komunoj tabori ku ishe ma shumë të angazhu njerë, nëse ku japin kahje pikëqënimeve tyre në jetë, është thug life, apo, gangsta. Dhe me pas një gok dysh muzikën, goki përshton 400, muzika 3500, kur kalon afër, ta jep një vibrim trupit që tu, para 3 minutave kesh sagon, kapi Parkinsoni niveli i treta, shkam që prej vibrimit muzikës që ka decibelazhin në është 50. Dhe me thonë, ky stili jetës me jazz po josh një dorë të madhe, sidomos trite e gjeneratës shkollave të mesme, në thonë. Gjithashtu këtë argument po e fuqizoj akoma më shumë të referu të lajmet e kohës fundit që po i ndjem, apo Mitrovic u vra një djalë i ri, Kamenis një djalë i ri, Pej një djalë i ri. Dhe me thonë, ky stili jetesës po i jep një kahje, një orientim atyre që me kultivu të menu që çdo eminem e ka jetën krejt në rregull, mirë po realisht po vjen fundi përfundimet po janë krejt tjera. Domethënë, për gjykimin tem, po themi tek kota Mark Twainit, pra që mos më paragjykoni tash ju. Domethënë mund të më qenë generalizim, mirë po janë disa prej temave më të frekuentuara. Në anën tjetër, përfundimi për shumicën prej këtyre trijave është zakonisht i pritshëm, apo zakonisht është i dishëm, mundesh me gjykuar çka ka marrë përfundimi. Përfundimi për me e pa në mënyrë programatike me shfaq një slajda, është një farë infinite loope e realizuar në PHP, për të parë nëse politikani është i korruptuar, automatizëm ka me qenë burgi kur vjen një pushtet tjetër i cili ka me pas një etik të aplikimit apo të ekzekutimit pushtetit ma adekuate. Ndërka për estradën, lirshëm mund të thonë që tu i përmend dy prej yjeve nështë, Whitney Houston apo ose Heath Ledger që i ka luajta clownin te Batman The Dark Knight, apo dy kanë vdekur prej overdozës. Për shkak që jo me automatizëm çështja e arritjes te para ku ka dhe interpretimi i suksesit. Edhe në fundit, natyrisht prej krive përmenda që është vrasja për shkak se secili ka stilin unë ma gangsta se ti, e ke parasysh. Ndërkaq, mendoj që një definicion i parapër se unë nuk mundem edhe pse po duhen studioj shkenca shoqërore me përmbledh çfarë është definicioni i suksesit, po Colin Powell i Harvard nga Dneja ka thonë një fjalë shumë bukur, edhe që plotësisht pajtojmë, do të thonë
nuk ka sekrete tek suksesi, mirë po është rezultat i parapërgatitjes të mirë një punës të rëndë, apo që duhesh me vazhdu në vazhdimësi me aplikur një proces, edhe me mësu nga mësimet e prej dëshkimeve tua paraprake. Domethënë për gjykimin tim mendoj që ky kish me qenë ndoshta sukses më shumë se sa ajo që mund na prunë deri ato 3 përfundimet e patashme, ndoshta për asnjë prej nesh. Okej. Kjo ke pjesa sociale ose realitetin ka shi open source-it. Unë do të mundom që mos më hin gjitha këto pikat për faktin se slajdat mundem me i gjetë ndoshta në internet nesër nëse mund me i uploaduna. Edhe nëse ju intereson pikat, më bëjmë marrë me përfaqës opensource.org, edhe secila ka një përshkrim prapa vetvetes. Domethënë, për avantazhet që mendoj që potenciova edhe në fillim është mos parajgjykimi ndaj personave që për mua ka shumë rëndësi. Domethënë, nuk gaboj nëse thon kur ndalen me këtu me flokë edhe me mjekër, keni thonë nuk ka bënë gati për shkrimësi rikret. A ka mund të pas të gjykim? Sepse është temë shumë aktuale. Tamam, ja. A mund të thonë që s'ka pas një që ka menduar ashtu. Domethënë është prezant apo? Ose më thonë dikush pa do xhallar kanë izmar në parkem. Dhe kjo ka mund të qenë gjykimi tjetër. Domethënë, gjykimi ka shi pa marrë parasysh gjinis, po mendoj shumicën e rasteve është para gjykimit që thash ndas gjinis ose dukjes. Nëse aplikon punë duhesh me pas një kod caktuar të punës. Unë nuk guxoj me shkruaj mjekër. FSK 70 më rrugë ditë për ditë, apo? Po kanë rregull uniformës tani që e kumbaj. Më tash pikëndon liberalitetin jo të vizave të mjekrës fytyrës që me shiu të ndjenjë, çash me pas mjekrë unë ka shi ky kolega këtu. Domethënë me shiu mjekrë, po edhe kolega tjetër. Po në open source këtë iniciativë nuk ka diskriminime ndaj grupacioneve, je i lirë me shpalos njohuritë tua në bazë potencialit që ti mësosh. Domethënë kapaciteti yt është ai që të ngrit ose të lën ty të në fundit një listë. Dhe ky mënyrë është një prej avantazheve kryesore edhe pse duhet open source më do fjoshës për ne edhe ka shi neve për me inkurajue edhe tjerë që më kysh një aktivitet tillë. Ndërkaq integriteti autorial, nëse je autori i saj, ti ke më qenë autori i saj vazhdimisht për shkak të licencave të ndryshme që ekzistojnë në open source. Është teknologjikisht neutral, nuk është me rëndësinë cilën gjuhë programuese e bën. Po në open source mund të shohë edhe një open document ku mund gjithë me editue, nuk ka më famë të qenë programim ose një vektor grafike i ilustratorit që mund të dizajner atje me ndërhyrje të. Edhe nuk vlen, domethënë vetëm për një produkt specifik, që domethënë open source iniciativa më e bëj për një sot produktsh për individëve të caktuar që mund të organizojnë. Ndërkaq nëse shohim çka nuk është open source mendohet shumica në raste se bëhet kryesisht për studentëve, ndoshta për fatin e mirë tonë na shumica jemi student. Kjo tregon ka një është një pozitivitet mendoj për neve për shkak që na jemi në vazhdimsi në zonën e dijes, që shumë na don disa avantazhe, nëse shumë student, unë jam 28 vjeç, edhe student me shumë krenari. Mirë po, nuk do të thonë që nuk je në një punë tjetër dytësore përmes cilës mundesh të angazhohesh në open source. Fakti i kësaj, po më është disa prej kompanive online, sikur që është Catalyst, kompania që sponsoron frameworkin për PHP Laravelin, cilët kanë ndryshuar modelin e biznesit tyre prej kompanisë me pagesë, me një pagesë modeste 3 mujore, përmes cilës ti mundesh me shas gjithë arsenalit të librarive tyre me shfrytzuar. Edhe ata akoma po mbesin open source, apo domethënë ti ke drejtën e zgjarimit aty në librarive. Kjo është një avantazh i madh i open source. Kualiteti i ulët nuk qëndron për faktin se nëse jemi këtu 20 developer, secili ka një këmbështrim tjetër dhe mund me përmirësuar kodin. Edhe gjasat për gjykimin tim open source gjithmonë mund të kenë ndoshta më kualitativ se sa një produkt i Microsoftit. Mos bëni me gishta Microsoftit, është e përmenda si analogji. Atëherë për kraje, natyrisht ka për kraje, se një open source komunitet ose produkt nuk kishte mujt me ekzistu pa për kraje. Domethënë është gjoja e dytë ndoshta më së rrallës, mas iniciimit të idesë që më qenë për kraje me dhënë produktit. Edhe disa prej pikave tjera, të nëntën përmendi që nëse bën ti produktin tonë open source ke heq dorë nga drejta autoriale jote, kjo nuk shndron, për shkak që sa është një produkt komercial e licencuar ose ka drejtën autoriale, njëjtën dozë edhe open source produktet kanë drejtën autoriale përmes licencave siç është GPL, MIT ose BSD licencat e ndryshme. Domethënë këto t'japin ty autoritetin edhe atribuojnë punën edhe angazhimin e çdo individ, jo vetëm si ideator i projektit, por edhe si kontribues në projekt. Nëse kishme qenë hezitimin që nuk po fyçem në open source për shkak që më ma vjet kodin, duhet më llogarit që gjithçka që e qetesh publike ka me të vjet. Bile ka gjasë në shtëpi, nuk i bësh dukatin publike dhe ti vjen, apo është pa menjënueshme. Open source komunitetet është ajo që tani e bën open source me ekzistuar, domethënë pa komunitetin nuk mund të ekzistojë projekti. Kishme qenë ideale me një botë të programuar perfekte, po akoma nuk kemi rri atje. Mirë po, si individ nëse planifikoj për më kysh në open source,
është arsyeshme me mu parapragatit paraprakisht. Do të thonë me ditë çka është ajo që na përsënoi me dhon këtë projekt ose cilën pjesë po dojmë me u kyç që me dhon kontributin tonë. Gjithashtu e dyta që duhet me pas parasysh është nëse më shkel kontratën e punës, nëse punosh për kapitalistin që përmend më pas, është benefiti më pse je në open source edhe ke rrok, në nëse punosh për kapitalistin, duhet me ditë që shefi i punës nuk ta ndalon ose nuk ta ndalon në oraret e punës më u kyç me kontribuim në një open source projekti. Ndryshe kërkoj si komunë me rrok një rrok ideale apo. Okej, është esenciale më njoftë me komunitetin. Na si shqiptar kemi tendencë, është fakt që kemi tendencë me shkruaj krye të listës apo, përderisa idenë kam me gjenu dikush tjetër, dojmë këto do ta elaborojmë avonte kur flas mbi shqyrpin, për shkak që është fakti që më kam nga përvoja ime personale. Mirë po, një njeri që e njoh unë, ka thonë një fjalë, shqiptari tregoi që kur ka limitin edhe ka më thonë më i suksesshëm deri në çat limit. Për shkak në kohën e Titos, Tita u kon marshall shqiptar kur s'kam qenë marshall, apo u kon oficeri më i suksesshëm ndërkaq në ushtrinë jugosllave. Pse e ka ditë që Tita e ka vendin e rezervuar. Domethënë është diçka që duhet me pas parasysh, mos më sillen start me marr drejtimin e projektit, me po me merituar punën me kontribut gradual. Ndërkaq angazhimi mund të qenë me varium nga fushat e ndryshme, dikush programer, dikush dizajner, dikush është shkruesi i dokumentacionit për aplikacionin, dikush është support apo në forum i kthen përgjigje ose me email, tjetri i përkthen në gjuhë ndryshme e kështu me radhë. Kemi për shembull Musafirin që është kontribues në Wikipedia, është edhe programer për kontributin kryesor po jep në përktimin ose publikimin e materialeve në Wikipedia. Domethënë juje brenda atij potencialit tonë çeki. Domethënë dia hallin vetëm në një farë mënyrë. Konsidero kapacitetet e tua ose nëse për dëshirës madhe, unë nuk jam dizajner, kur pyeta kush është dizajner ai fsheh dorën mas vetë. Domethënë, dije cili është pjesa jote ku ti mundesh me dhon kontributin kryesor, edhe çaty angazhoj edhe pasunoj vetveten me njohuri. Për shkak që rolet mund me ndryshue nëna prej tjetrës, domethënë secili aty ku e gjen veten ti, është ideale me dhon kontributin edhe me asistue projektin për me ecë përpara. Fjala kodosh është në fojza për shkak që e kemi marrë inspirimin prej një faqes edhe unë jam koder. Domethënë ai përdor fjalën është shumë lehtë të kodosh, në prezant ka kuptim tjetër fjala kodosh me qas. Mirë po nuk është ai konotacioni i saj. Nuk është ai kodosh, apo kodosh tjetër këtu. Domethënë karakteristikat kryesore të një programeri ose një entuziast nëse mund me shuj. Në këtë lëmin kishin më qenë këto trija, entuziazmi i flak, që duhet patjetër me pas, për shkak që duhet me pas entuziazëm për mundit me mbërrit diçka. Komunikimi mirëfillt mes anëtarëve të ekipit dhe gjithashtu me dozën e përdoruesve për jashtë kanë me shfrytzuar produktin tonë. Edhe kapaciteti i trunit është alfa omega e kësaj pune, domethënë dikush është mjek i dhënave, dikush është vërtetari inxhinier apo dikush është programer, na ka caktuar me zotin punë vetë secilit. Se open source është qjoshës, mendoj që nëse e kemi diplomë për më faltash. Është një fjalë angleze për talk minus action is shit. Kështu që edhe diploma e shkollës minus experience is shit për mendimin tim. Domethënë open source të mundson një mundësi të shkëlqyeshme për mënyrë me ndërtuar një karrierë të bujshme ti. Për faktin se secilën punë që bashkon apliku pas studimeve, por ju pas ai ki 2 vjet për eksperiencë punës apo kërkush po merr pak punë. Se duhet pas 2 vjet eksperiencë punës. Ndërkaq kjo kishte qenë ideale për një open source komunitet që ti me shpalos një orim tonë dhe me plotësue, me populluar CV-n tonë me pika shtesë për më shumë arsyetuar para një punës tjetër me një kompani serioze. Domethënë kalon kufin gjeografik të Ulrike Lunashekit, nuk ka limit këtu, nuk është rëndësia ki liberalizim vizave ose jo. Mund të komunikojmë në një projekt që ideatori është një indis, edhe ti me kontribuar për këtu. Është mirë shkëlqyer për më shpërnda teknologjinë tek tjerët, mirë po mendoj që është në rëndësi me ditë cilës audiencë po ja plasoj çka, për shkak një referencë se mund me dhon këtu. Baba jam është stomatolog mjek i dhënave. Edhe para 5 viteve kur njoftuar sekte me laptopin, u kon të shkruaj punimin i ka ushqoni atë për tastaturë, rastisht. Mirë po, kjo u kon koha kur ati ka ndërsu teknologjia, tash e ka kryer CDL-ën, domethënë, që ka evoluar. E tash mos marrim e ka gjetë bëjën. Tash mos domethënë, duhet ta dim audiencën që ky besojnë çka për faktin se mund si programer në 6-7 gjuhë të ndryshme, nuk më intereson që Linuxi është open source. Për shkak që unë Linux nuk mund me kontribuar për code base-in e madh që e ka Linuxi apo. Ndërkaq një WordPress platformë, një Laravel platformë mund të më qenë më atraktive për mua se gjasat që unë me kontributojnë shumë më të për shkak që mund me lexoj shumë më shpejt strukturën e funksionalitetit të tij. Domethënë,
Po kthehemi prapë te shembulli babës tem, si mjek e dhomë nuk intereson që Linux është open source, apo. Domethënë secilit audiencë duhet më avon informata që ta merr mendja që është e arsyeshme edhe natyrisht vetes më kanë thënë po je më atraktive për ty. Edhe komuniteti tash domethënë është një grupacion, nëse mundem me bëj krahasimin me barcamping për organizimin që po bëjmë këtu, jemi njerëz për një preokupim qëllim përbash, po mundohemi me pas progres përpara me marrë iniciativë rinore në ato që konsiderohet e përparimtare apo. Edhe një quote për një dietari është që kisha më dhënë si këshill vetes edhe juve ndoshta që mëso gjithçka nga diçka, në gjuhën shqipe apo, edhe mëso gjithçka nga një gjë. Domethënë, duhesh më qenë ekspert me një vend, për shkak që nëse je është një fjalë popullore, më duket kush është gjithmonë është kërkun, kështu që duhesh patjetër me specializu me një pikë caktuar për më shumë me depërtuar dhe me qenë i dallueshëm. Tash më rrinë te produkti më simpatik i mundshëm, është shyrp, nuk e di sa kanë mujt me një dikush për shyrpin, 1, 2, 3, po vjen mirë. Po vjen shumë mirë. Shyrpi është një platformë, një blogging engine që synon me qenë kompetitiv në treg natyrisht. Momentalisht për faqeve të mëdha të webit është i listuar në top 15-20 blogging engine për shkak të shtytjes që i kemi marrë prej Softaculës, për shembull, çdo web server shyrpi është në to. Tani është në PHP, Fog, edhe Bitnami, Stacks e kështu me radhë. Domethënë shyrpi ka ndonjë një përkraje, është programuar vitin 2007-2008 nga Alex Surak i Indianas. Të Shtetet e Bashkuara, Aleksi para arsye ende të panjohura për publikun, ka vendosur me ndërprej programimin vitin 2009. Edhe për një dëshpërim momental të asaj mbrëmje nëntorit tem, u mundova me gjetë një komunitet open source ku mund të kontribue. Klik pas kliki në browser më shkoj te shyrpi, kontaktova Aleksin, ai kishte pas deklinën duke qenë disponibil edhe ma ka rri projektin komplet mu. Domethënë prej vitit 2010 e tash, von 36 muaj gati. Unë jam programer edhe udhëheqësi i projektit mbrapa shyrpit. Arsyeja pse përmenda më herët që duhesh me inkuraju njerëz ose kush më pysh për me kontribuar me ditë ku ose mos synon një herë për me marrë titullin e projektit, është fakti që kur kam prezantuar shyrpin në Software Freedom Kosova 2011 konferencën, kam kontaktuar për 60 vjet, 20 prej tyre bravo, faleminderit shumë. Ndërkaq tjerë më njëherë kanë lypë pas postet e unë jam projekti PO CEO, okay, PO CTO, prima veti. Në fakt shyrpi është open source, është fal dhe nuk ka fund, nuk ka donacion, përmes donacioneve ekziston ndoshta, ose për shkak të vullnetit tonë të madh. Deri tash është zhvilluar vetë, tash është zhvilluar brenda 4 mureve të Poenta Labs, që është një avantazh më i madh se sa që ka pasur ndoshta më herët. Edhe disa prej veçorive që e bëjnë atraktiv janë që është në PHP, që është një gjuhë fairly e shpërndarme, gati shumë prej neve të developerave kryesisht e kemi çastin në PHP. Ka dokumentacion sidomos për aspektin e developerëve për me kuptuar strukturën, model view controller, dizajni i kodit edhe zgjerohet deri në pakufi. Domethënë, nëse dish PHP mundesh me bësh çdo funksionalitet mundshëm për me bërë shyrpin prej blogging engine në një fully fledged web application pa limite. Atraktive është fakti që për 1 minutë e instalon, ma kollaj se WordPress që ka the famous 5 minute installation. Edhe ajo mendoj që për userin edhe ato me mas paku një uri teknologjike mundet me instalu shyrpin shumë kollaj. E posaçërisht me vegla me librari sikur Softaculës ose Bitnami Stacks. Çka e bën më special, ndoshta nëse mundem me dallu është që është simple, instalacioni është shumë i thjeshtë, user interface është jashtëzakonisht i thjeshtë natyrisht, edhe ka një menaxhim menshëm të menduar për organizim. Ndërkaq zgjerueshmëria e tij është tash e pafundme, sa ka limite PHP-a, çfarë ka limite zgjerueshmëria e shyrpit. Edhe zgjerohet përmes modullave, feathers, një feather është një konotacion për një lloj kontenti, do të thonë një tekst është një feather, një audio është një feather, një foto është një feather. Edhe lightweight e bën duket në kontekstin e PHP-s, CMS apo se blog engine-ave e bën shyrpin më atletin momentalisht në treg që mundem me pas. Ghosting mos e përmend është në Node.js. Po flasim për PHP, apo. Awesome është shyrpi, okay, me një fjalë. Duhet me kontrollu patjetër. Dhe për shkak të rastit në publike spari para juve që 2 muaj gjysmë jemi të punuar në ridizajnin e shyrpit, domethënë ribrandimin edhe gjithçka brenda te Poenta, që ajo logo që ke edhe faqja paraprakë është nga viti 2009, kështu që kjo është dizajni i ri i shyrpit. Natyrisht edhe ajo logo te iPhone-i që përshihni është logo i re tash aty në pendlave që i ka pas më herët. Domethënë shpresojmë që do ta realizojmë gjatë kësaj vere, kështu që kush ka ndjekur shyrpin, jeni të mirëseardhur më kish me asistuar, kemi dyert të hapura. Edhe një produkt tjetër që du me plasu para jush, është ideja e grumbullimit portaleve më të famshme. Na mendoj që një dozë caktuar me shoqërisë tonë jemi shoqëri që bazohemi në informat e jo në dije, për shkak që i sheh shumë shpesh lexojmë një lajm Telegraf,
edhe ti zgjidhni problemin energjetik të ekonomisë, vizave, rrugëve. Domethënë, pasi kur rrim lajme tan ditën atë ideja ka qenë që me këtu gjithë ato lajme në një vend ma të lehtë për me pat çka po publikojnë portalet e ndryshme të lajmeve. Domethënë ato 12 taba që po i shihni mbrapa meje, gjitha përfaqësojnë një portal caktuar. Është realizuar natyrisht në Objective-C, që është gjuha e Apple për realizimin e aplikacioneve për OS X edhe iOS device-ët. Domethënë ajo pamja poshtë aty është ajo simulatori i projektit që quhet iLime. iLime ka sloganin mënyra më e lehtë dhe më e shpejtë për të qenë në rrjedha, po shpresojmë që shumë shpejt me e pas në App Store, ka më qenë falas natyrisht, që duhet në një se Kosova nuk është në listën e vendeve që mundin me bëj pagesa më duket. Kështu që iLime ka më qenë fal edhe me shumë gjatë ndoshta open source, masi po më siç më pas arsye mos më përmend që ka më qenë open source ose fola 20 minuta për open source. Disa për funksionaliteteve, po më këtu i keni 12 portale të listuar në tabin e dytë në aplikacion. Ndërka që në faqen kryesore që është splash page-i, kur bën swipe left, hapet dritare për mund të bëj share në social network si Twitter, si Facebook, kështu me radhë. Në start kemi bërë 12 në një, edhe me kohën do të shtojmë edhe portale tjera, varësisht prej popularitetit që mundën me variu një portali prej tjetrit. Për fund, nëse s'keni mërzit, unë është slajdi para fundit, kështu që duhet me qenë motivuar. Brenda aty me 4 mureve të poendës që pola deri tash shfrytëzojmë disa lloje teknologjive. Na e bëjmë open source-in, mundohemi me kontribuim me këtij mbrapa komunitetit të open source-it, tu ofrojmë vegla në open source edhe na gjithashtu. Pra teknologjive që i shfrytëzojmë për mi realizuar të gjëra është HTML5 edhe CSS3, ndërkohë natyrisht JavaScript edhe jQuery. Edhe poshtë po shihni është Ember.js që është një framework i shkëlqyeshëm për JavaScript, për MVC JavaScript, natyrisht, edhe Laravel, logo e poshtme e Laravelit. Ndërkaq këto veglat majt janë kryesisht ajo që bardhi e shojtorën, pjesa e tij edhe e dritonit ju e jemi mirë po na i shfrytëzojmë brenda. Edhe ana tjetër janë aplikacionet që i shfrytëzojmë për me programue, domethënë sikur Sublime Text ose Koda 2 për Mac. Jemi dashamirë edhe të Mac-it, unë jam Mac Apple fanboy, kështu që do na mëshi realitetin. Dropbox-in e shfrytëzojmë shpesh për të sinkronizuar fajlat mes njëri tjetrit, GitHub-in për me dhënë komunitetit pjesët e kontributit tonë që i bëjmë varësisht prej platformës. Unë shqyrpën e kemi prioritar, tash po mundemi me qetë vetën që Laravelit më ofrojë diçka komunitetit Laravelit. Edhe njëri menshëm para 1400 viteve që ka jetuar në Gadishun në Arabi ka thonë një fjalë, cilën natyrisht sikur këshill para që thash tjetër t'ju jap edhe vetit edhe juve, që dy gjëra na për ne nuk i mendojmë shumë shpesh që i kemi, ajo to janë prezente për neve vazhdimisht. E njëra është shëndeta që e kemi edhe koha e lirë, kështu që ta kemi mendjen për mi shfrytzuar pozitivisht është shumë e rëndësishme, për shkak që kur përmenda atë punën e atij me Gold Dish që shtit vibrimin e trupit, kur ti bën 50 vjet, i thu, "Basa Selman, thotë ke ky veshje forse nuk ka shikuar vetë tjetër." Si vërtetë. Domethënë, është koha e dispozicionit, koha që kemi në dispozicion. Unë ndoshta propaganda me ushtarake, mund që mos më qenë si whining queen, okay? Mos më vajtuar për gjithçka. Shteti s'po mund me hecë për liberalizim vizave, mirë po ta shfrytëzojmë kohën me mund përqetuit me bëni deportim në tregun global. Paktën që aty duhen na shekin në punën në ashtë restriksione. Edhe faleminderit shumë. Shëndet në shëndurve në 5 minuta, besoj se Blygu ka me pas, pjesëmarrësit ka me pas shumë pyetje për ty, mirë po na po i marrim kështu, pyetje për ma ta përshive që shumë ka me pas pyetje. S'di pse. Allora, non è di poenta sti politici. Ejo? Para gjykim. Mirë, atëre pianistu në më shumë me thjohëtën, e këta masela që të mëre kanë zanatin që masit bëjo në pytjen e parë, këta me bo shumë pytja. Më tërgoni, të më thonë neve, për më pasë vëdo një programeri mirë, përveç disciplinët, që këtu shumë të sekë. Ju, tash me thonë si Pristinalina, shumë si bashkë qytetarë, si Kosovarë, këtë tjera që edhe në pa në një të më brejtë pëndoj me ty, që sidomos këtë kuotën e fundit që e ceke për free time dhe këto gjana tjera. Ka bo akademia për me qenë më disiplinu, apo është ndoshta prej background-in ndoshta më herët që kemi qenë diçka të tillë. Faleminderit, për mënyrë që ke pyetje shumë e vend. Akademia është stili i jetesës, nuk se mundem me qenë. Domethënë disiplina akademike nuk aplikohet vetëm në ty që i trajton gjanat ka shite ose sfidat, mirë po dikton një mënyrë të caktuar të jetesës në gjithçka që ti ke planifikuar për me ekzekutu. Natyrisht ka ndikuar akademia,
unë sefte me kodin një më ballafaqum vitin 2003, ndërkaq deri në vitin 2005, si më thonë vetit PHP programer pse këmë ditë me instalu WordPress-in, ta kemi parasysh. Atëherë në 2005 në NVT më ballafaqum me Java në sefte, mirë po fatkeqësia ka qenë që asistenti ka qenë jashtëzakonisht programer i mirë, po jo pedagog i mirë. Më ka diametrikisht me Java më ka largu mu. Kështu që akademia ka dhënë mundësi, më me thënë lirshëm, na ka inkuraju në mësi veprimtari, na ka dhënë për shembull kom kryja për 8 muaj në Ogilvy Kosova, kom punuar bashkë me kur shkolla pavarësia, akademia e ka aprovuar ligjë aty, kështu që kjo ka qenë një avantazh i tyre që kanë ditë shumë trajtu kashineve. Ndërkaq sa i përket programimit, besoj fuqimisht që duhet me pas patjetër një vullnet flak. Domethënë, shpesh e përdorim fjalën 2 gram tru, apo po nëse i ke 2 gram tru dhe ke entuziazëm dashamirësi këtë mohabet me vullnet të vazhdueshëm, natyrisht që mundet me marrë secila pikësinim në programim po flas konkretisht. Ama përvoja profesorja në NVT Bernard Puc nga Austria, e pyeta në vitin 2005 është profesor që shmuna me mësu sa më shpejt programimin, ta programimi se mësohet të lezu libra. Që është shumë një kvot me rëndësime dhe për gjithë. Domethënë, ta unë e kam hap librin në të majt, edhe gjithçka që kam pa libër e kam përshkruar në djathtë. Kjo ka qenë ajo çelësi i blokazhesh më në thënë lirshëm për mua, domethënë këshilla e tij ka shimi edhe prej atëherë sot kam marrë më ka afër 6 çështje ndryshme, po pa ja humbë atributin edhe meritën e akademisë natyrisht. Faleminderit. Po? Unë kisha më bënë një pikë pak më ndryshe. Ku është vetën tazmën, pas një periudhë 5 vjeçare. Edhe tjetra na motivove shumë me punu në këtë drejtim. Qa vënën që diapazoni i Kosovarëve përgjithësi, a reflekton të kjo? A mundet mu përshtat në këtë kulturë të shumëve ndryshme dhe me ndiku në botë pozitivisht për një tavë me matë mirë për larë në kohë? Për përgjigjem të parën, faktë më përgjigje dhe tretën që më këtë dje në zyre. Ku e shoh vetin mas 5 vjetë, sinqerisht më thonë, Bertani ka pa një ondër që kemi mri një shumë maramente suksesit projekteve tona, edhe që ati po e shoh vetin, lirshëm pa asnjë rrem. Ndërkaq në pyetjen e dytë, mundem të thonë që potenciali që është nëna nesh është i jashtëzakonshëm. Nëse natyrisht i lëm me njën i natet paragjykimet edhe klasifikimet. Domethënë në komunitetin e tillë, edhe nëse e takon njëri tjetrin në live për një kafe, duhet me menu që jemi në open source për mund të me paragjykuar njëri tjetrin nëse me shuhet tam. Kjo kishte qenë avantazhi më i madh për mund ta me i plasuar njohurit tona. Globalisht mund me dëpërtuar shumë, ka plot shqiptar që ishe në komunitetin open source. Domethënë unë kam sy prej botë si e mesit në atë kohë që ishëm antar i saj në shyrpin edhe shyrpit dashni po më rrethona lutem favor temin me bë lidhje shyrpit. Ama unë njoh shumë programer, njëri punon në Nokia, kemi pa në televizor të jeta në Kosovë, kemi takuar në konferencë, ka programer që njohin në Prishtinë me kompaninë web designit është shkëlqyeshëm. Kretë ajo çelësi i sekretin ndoshta i kësaj muhabeti, është që shmundem na me njëri tjetrin me ulje. Kjo është esenciale. Shpesh e predikojmë, shpesh flasim për humanitet, mirë po, kur ta kishim në realitet në praktikë kemi shumë lart. Janë gjëra që secili ndoshta tash me pyetën veti mund në evrej. S'po paragjykoj asnjërin, as po them që si jeni human apo. Mirë po ideja është që nëse nuk e marrim krah për krah njëri tjetrin, logon e Ubuntu-s nuk e dim nëse e keni parë, apo logo e Ubuntu-s i ka ata njerëz të rrokun dorë për dorë, po është një mesazh shumë i mirë mendoj që e përshon për të gjithë neve. Kështu që këtu ka potencial, ta djem që të bëni punë të jashtëzakonshme për që po i të bëjnë njerëz të kemive të ndryshme në këtë lokal, edhe gjithashtu edhe për pronarën e lokalit, mos ja hupim meritat e saj. Mirë po mendoj që nëse me këtë mendësi i qasemi problemit, edhe mundohemi me bërë diçka bashkarisht. Në rregull është me hiç këtu titull kush është CTO, kush çfarë di unë tuli titull brenda projektit, mirë po ato titull më respektuan natyrisht. Domethënë, prindi nuk ka nevojë me të kallëzuar ndaj teje që është autoritativ se rrethanat e lindjes ja kanë imponuar autoritet ndaj teje, ta futën shpulla dhe i ngoj çfarë thotë apo. Mirë po, në këtë komunitet, nëse jemi paravorësisht çatë në moshave ose idetë kemi të përbashkëta, vetëm duhet krah për krah me njërin tjetër. Pyetja e tretë, më fal, gjemi pyetje dje e kanë shep point Allah si jo, si konkurrent, po e Allah është si konkurrent vetëm atë kërë. Domethënë ne shohim kërkon tjetër praktikisht si konkurrent, për faktin se në Austri dhe në Zvicër shteti po të mundson 2-3 vite, kjo kam filmuar, shpresoj që më e pa dhe njëri prej politikanëve të Ministrisë së Tregtisë. Shteti po të motivon për 2-3 vitet e para që ti me mund të ekzekutuar biznesin ton, edhe mas 3 viteve ose 2 viteve, në bashkë për cilin shtet po flasim, po të qyrën ku kemë rria, ke pas rritje, edhe atëherë duhesh me fillu me i pagu taksa shtetit.
Te na është e kundërta. Ti 2 vjet përpara se me hap biznesi fillosh me paguar taksa, më stanë ka të rezultat. Faleminderit shumë. Pikërisht po mendoj që edhe kjo është qëllimi, për mos e parafrazuar prapë me përsëri fjalë që i tha Arioni, qëllimi parkomit se na pse ngjidhemi këtu. Unë po mendoj se kom pasur shumë pyetje me bërë janë, mirë po besoj se kena pasur një rast tjetër ku dole me pi një kafe dhe thjesht me bë një bisedë me Xhon. Faleminderit shumë edhe një herë që ke pranuar ftesën për marrë në këtë edicion parkomit.